Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturia e tij Ioani, ka drejtuar liturgjinë hyjnore në katedralen Ngjallja e Krishtit, ku në qendër të predikimit ishte kujtimi i apostullit dhe martirit të madh Shën Andreas. Gjatë fjalës së tij, kryepiskopi Ioan theksoi rëndësinë e jetëve të shenjtorëve si model frymëzimi për besimtarët. Ai u shpreh se shenjtorët nuk duhet të shihen vetëm si figura historike, por si shembull shpirtëror që ndihmon njeriu të lidhet me botën hyjnore. Sot jemi mbledhur për të kujtuar një nga apostujt e Zotit tonë Jezu Krisht dhe një martiri të madh, Shën Andrea. Kisha mbledhë çdo ditë për të kujtuar shenjtorët e saj. Dhe kështu ka filluar dhe kalendari kishtar, nga mbledhja që bëhet për kujtuar ato. Përse i kujtojmë ne vazhdimisht e çdo vit? I kujtojmë se është shumë e rëndësishëm. Ata u modeluan duke pasur parasysh Krishtin dhe ne duke lexuar jetët e tyre do modelohemi sipas tyre. Dhe siç e kam përmendur disa herë, jetët e shenjtorëve nuk janë thjesht biografi, ashtu siç ikona nuk është thjesht portret, por është diçka shumë e thellë dhe më tepër. Duke lexuar jetët e shenjtorëve, ne mund kemi mundësinë që të jemi në kontakt me dimensionin e botës tjetër, sepse këta njerëz ishin njerëz të shenjtëruar, ashtu si me lipsanet e tyre, duke i prekur transmetohet hiri i shpirtit shenjtë. Ato lipsanet e tyre u shenjtëruan nga jeta e tyre dhe nga prania e shpirtit shenjtë. Dhe ai rrezatim vazhdon vazhdimisht. E njëjta gjë ndodh edhe me ikonat. Nëpërmjet tyre transmetohet pikërisht fuqia e prototipit. Ne nuk adhurojmë drurin, as gurin, as të tjerët, por nderojmë pikërisht ata që paraqiten në ikonat. E njëjta gjë është dhe me jetët e tyre. Duke i kujtuar ato jetë, ne mund të ndjejmë fuqinë e hirit të shpirtit shenjtë. Ai theksoi se besimi vërtet duhet të shoqërohet me vepra, duke kujtuar se apostujt e përhapën ungjillin me forcë e vendosmëri, sepse besuan me zemër dhe u ndriçuan nga shpirti i shenjtë. Shën Andrea ishte vllai i Shën Pjetrit dhe është i parë thirruri, i pari që u thirr si apostoll. Ungjilli i sotëm na tregon shkurtimisht në pak për jetën e tij, ai së bashku me një nxënës tjetër, që sipas traditës ishte Shën Ioan Ungjillori, ishin nxënës të Shën Ioan Pakzorit. Po duke pasur një zemër të pastër, ata arritën të shikonin diçka që nuk e pan as dot njerëzit më të ditur të Izraelit në atë kohë, që ishin farisejt. Sepse të shohësh Zotin nuk mjafton të kesh një mendje të ndritur. Mund të jesh shkencëtari më i madh në botë, filozofi i shquar, përsëri nëse nuk është zemra e pastër, nuk mund të dallosh prezencën e botës tjetër dhe prezencën e Perëndis. Duke qenë njerëz të thjeshtë, e njerëz të devotshëm me zemër të pastër, ata e njohën që në personin e Isuit ishte Krishti, Mesia. Sipas fortlumturisë së tij, bota e sotme po përballet me një errësirë shpirtërore, ku vlera dhe dashuria janë zbehur ndjeshëm. Për këtë arsye, ai nënvizoi nevojën urgjente të rikthimit të mesazhit të Ungjillit. Që një besim i vërtet nuk mund të jetë dot nëse nuk do ketë vepra. Një besim pa vepra është një besim i vdekur. Mund thonë njerëzit me gojë, por nëse jeta e tyre dhe fjalët e tyre nuk pasqyrojnë këtë besim, atëherë ky besim është i vdekur. Prandaj dhe apostujt e përhapën me aq fuqi shumë të madhe ungjillin, sepse e besuan, e donin Zotin dhe u ndriçuan nga hiri i Shpirtit Shenjtë dhe e përhapën këtë lajm kaq të rëndësishëm kudo në botë. Edhe sot bota ka nevojë për këtë lajm. Në këtë errësirë shpirtërore që shohim ne sot, ku shumë vlera janë humbur, shumë gjëra janë shtrembëruar, dashuria pothuajse ka humbur fare, miqësitë pothuajse se ekzistojnë, në rastin më të mirë mund të jenë kështu partner. Ka nevojë pikërisht për këtë dituri, e ka nevojë për këtë mesazh e këto vlera shumë të mëdha të Ungjillit. E këto përhapen vetëm nga njerëz që jo vetëm i besojnë, por njerëz që edhe i thonë pa u trembur nga asgjë. Profeti Isaia përmend vazhdimisht që nuk mund të ketë paqe dhe gëzim atje ku është e keqja. E nëse nuk ka paqe e gëzim në botën e sotme, është pikërisht e shtohet e keqja. E që të mundet kjo e keqja, mund mundet vetëm me dritën e Ungjillit. Prandaj dhe ne lexojmë jetën e tyre, i lexojmë duke i admiruar ata dhe duhet dhe duke i imituar ata. Ai u bëri thirrje besimtarëve që të jetojnë dhe të përhapin mesazhin e Krishtit pa frikë, duke qenë bartës së vlerave shpirtërore që i duhen shoqërisë së sotme.